falënderimin ndaj Allahu xhallahu ala më kryesori është të jesh falëndruar ndaj Allahu xhallahu në begatinë e udhëzimit, në begatinë e Islamit, besimit në Allahun te bareke ve taala. Prandaj këtu duhet që ta përmirësojmë pak edhe qasjen tonë, edhe kuptimin tonë në raport me begatit. Njerëzit, edhe besimtarët, zakonisht më fuqishëm nga thellësia e zemrës dhe më bindshëm Allahun falenderojnë për mirësitë e dunjas, ndërsa kur vjen puna për mirësitë e ahiretit, kanë falënderim, por është më tepër sipërfaqësor se ajo që është nga thellësia e shpirtit dhe i përjetimit që tregon se me drejt po e vlerësoj o Allah këtë begati që më ka dhënë. Prandaj të ndërmjet duhet Allahun me e falëndruar për çdo begati. Mirë, po padyshim se begatia e besimit dhe e shpëtimit është begatia më e madhe. Prandaj nëse thu elhamdulillah për shpëtimin e fëmijët nga sprova, e prindit nga situata e pakëndshme, nga shpëtimi i jetë të familjes tënde, nga ndoshta një vdekje gati se e kryer, shpëton si thua elhamdulillah. Thua me plot shpirt e zemër e bindje elhamdulillah. Mirë, kur e kryen një obligim që është treguesi i shpëtimit, kur shpëton nga një haram, si thush elhamdulillah. Andaj këto Allah tha, kedhalike nejzi men shakar. Ne kështu shpëtojmë ata që kanë qenë falendërues. Edhe pejgamberi son falej natën derisa i fryshin këmbët dhe tërkët e ndërlitën me, sikur që e dini, me të cilët rob falendërues ndaj Allahut te bareke ve taala.